Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një takim me gjimnazistë dhe votues për herë të parë në qytetin e Vlorës. Bashkë me kandidatët për deputet Piro Vëngu, Zamira Sinaj dhe Eriona Ismaili, Çuçi ndau me të rinj rëndësinë e votës së parë dhe pse duhet zgjedhur Partia Socialiste. Ai kërkoi që ata të ndikojnë edhe te prindrit për të zgjedhur ofertën më të mirë politike. Sa i përket transformimit kolosal që ka pësuar Vlora në këto 12 vite, Çuçi theksoi se duhet kujtuar vazhdimisht dhe nuk ka ardhur rastësisht as ka rënë nga qielli. Ky transformim është bërë fal punës dhe vizionit të qeverisjes së Partisë Socialiste në 3 mandate me në krye Edi Ramën, tha Çuçi. Ju që do votoni për herë të parë, do duhet që mos ta humbni këtë shans. Unë mendoj që ka ardhur koha që rinia të votojë sipas bindjes që ajo krijon dhe sipas realitetit që ajo shef dhe duhet shkëputet nga detyrimi familjar që her pas here ndodh dhe shkon me votën dhe preferencën politike të prindërve, madje duhet të ndikoj ke prindit që të bëjnë zgjedhjen e ofertës më të mirë politike që ka në një moment caktuar një vend. Para 12 vjetësh, Vlora ka qenë tërësisht një qytet i harruar që nuk ofronte absolutisht asgjë, megjithse është një pozicion gjeografik që do e kishte lakmi çdo kusht që t'ishte. Dhe ne duhet ta kujtojmë këtë gjë. Ne duhet ta kujtojmë sidomos për ju që këto gjëra nuk kanë ardhur nga qielli. Ky transformim kolosal që ka pësuar Vlora nuk ka rënë nga qielli, po është bërë fal punës, fal vizionit të 3 mandateve të qeverisjes socialiste me në krye Edi Ramën. Vota e 11 majit, theksoi Çuçi, ka rëndësi historike sepse lidhet direkt me fatin e europian të Shqipërisë dhe sa antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian në 2030 sjell përfitime të drejtpërdrejta për të rinj tan, të cilët me pasaportën europiane mund të studiojnë falas kudo nëpër vendet e Europës. Unë kërkoj që ne të zgjedhim numrin 5, sepse ajo na ndihmon të ndërtojmë një Shqipëri të mirë. Si një i rritur në Vlorë, kam parë nga afër ndryshimet jo vetëm në sistemin e infrastrukturës, por dhe në atë arsimor. Votoj krenar Partinë Socialiste sepse e dua Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Jam shumë krenare si një votuese e parë dhe shpresoj që të bëj zgjedhjen e duhur. Unë jam shumë falenderuese për mbështetjen tuaj ndaj gjimnazit, ndaj sportit dhe ndaj gjithë të rinjve.